Beslim Zogaj, i mbjetuar i masakrës në burgun e Dubravës, nëpërmjet 2 video incizimeve, përshkroi lokacionet brenda burgut ku thotë se ndodhi vrasja mbi 100 civilëve. Në video 10 minutëshe, Beslimi tregoi edhe për torturat që kishin përjetuar shumë të burgosur në fushën sportive, pavionet, ambulancën, palestrën e disa lokacione përreth. Kemi marrë të plagosur që kishë patrulë dhe kemi marrë dhe jemi në këtë vend ku jemi dhe kjo kemi ardhur ne të plagosur nga pavionit të tjerë, që po si ishte në mbushur ky ambient. Dëshmia e Zogajt është prova e parë nga prokuroria në gjykimin ndaj Gavrilo Milosavljevićit, i cili akuzohet për pjesëmarrje në këtë masakër, individualisht dhe në bashkëkryerje me forcat serbe. Të njëjtat u kundërshtuan nga mbrojtja e të akuzuarit me pretendimin se personi në video nuk mund të dëshmojë nëpërmjet videove të incizuara. Ne nuk e dim se kush është ai e as nuk kemi detaje më të hollësishme për të. Dëshmia duhet të jepet këtu në seancë. Mirpo, prokurori përmendi një varg arsyesh që sipas tij kjo provë duhet të administrohet. Ka qenë burgosur në burgun e Dubravës. Nga data 29/04/1999 deri me datë 24/05/1999. Andaj më mirë se ai askush nuk mund të tregojë rrethanat e ngjarjes. Pas këtyre deklaratave, gjyqtari lexoi provat e tjera materiale. Lista të plagosurve në burgun e Dubravës, raporti teknikës kriminalistike, me fotodokumentir, skica dhe gjithë DVD, kërkesa për agjencimin e regjistrimit civil. Mbrojtja e të akuzuarit kërkoi që si provë materiale të shtohet edhe libreza e ushtrisë e Gavrilos. Për neve është rëndësishme ta dini periudhën kur Gavrilo ishte në ushtri. Kjo librezë është origjinale dhe ka të dhëna të qarta. Kjo kërkesë u aprovua, por kërkesa tjetër për përfshirjen e kallëzimit penal të përpiluar nga dëshmitari Nait Hasani si provë nuk u konsiderua e nevojshme. Mbrojtja me sera shkërkoi që të rishikohet dëshmia e Skender Racajt, me që sipas avokatëve ka të kaluar kriminale përfshirë edhe deklarata të rreme. Të gjitha këto prova e kërkesa do të shfalosen në seancën e radhës.